If you had an opportunity to be on Big Brother, would you take it? Yes, I would take it. I would take it because I want to see myself, in that perspective. Më pëlqen shumë ta testoj veten si thua në ambiente të tillë me njerëz të tillë, edhe fakti në fakt që erdha përsëri këtu në Amerikë është që të gjeja pak qetësi, të largohesha pak nga ajo pjesa e medias, edhe të merja pak energji si thua, sepse nuk mund të shkosh në luftë kur je i plagosur tashmë. Kjo është i themi ne R&R, rest and relaxation, që të futesh prapë në luftë. Normal, unë e pres që do jetë gjithmonë luftë, jo vetëm në Big Brother, po kudo, kështu që akoma s'arrit ta kuptoj, domethënë, pse është kjo ka ky nivel hasmërie ose ky nivel, domethënë, llumi mos nga ana mediatik. It's for the clicks. Ajo është një arsye, kanë të bëjnë shumë klikime. Njerëzit, sidomos në Shqipëri, njerëzit marrin nga skandalet klikime. Sepse po ta marrësh ti. Po ja mori klikime dhe çfarë më thon marrësh klikim? Çfarë do të thon kjo? Fiton televizioni. Do të ti punon për atë televizion në këtë rast. Shpesh njerëzit i pëlqejnë vetëm që të kenë ca numra plus, aty nuk i intereson që konton bankare e kanë zero. E kupton? Duan thjesht që të kenë ca shikime, të njihen nga të tjerë, dhe ndërsa një lloj dopamine pa shumë. Po, të jep energjia ose thua po më shikojnë kaq shumë njerëz,